Emma Andrea është nga figurat që është komentuar jo vetëm për rolet e saj të shumta në kinematografi, por edhe për faktin që i thot gjërat ashtu sikurse i mendon. Një tragjedi ka ndodhur sot në familjen Andrea. Emma ka humbur vëllain e saj binjak, i cili është ish basketbollisti i Dinamos dhe gazetari i njohur sportiv Enea Andrea. Pak veta e din, por ai ishte vëllai binjak i Emës dhe të dy kishin një lidhje të jashtëzakonshme. Por ajo që e bën akoma më tronditse këtë ngjarje është mënyra se si ka ndodhur. Vëllai i aktores, para disa kohësh, kishte patur probleme shëndetësore në zemër. Ai ishte kuruar e më pas i ishte rikthyer jetës normale dhe stërvitjes. Por sot, teksa po stërvite në palestër, është ndier keq dhe menjëherë punonjësit e palestrës i janë munduar të japin ndihmën e parë, ndërkohë që kanë lajmëruar edhe ambulancën. Mjekët më pas kanë konfirmuar se Enea ka pësuar një arrest kardiak dhe nuk mundi të mbijetonte. Ky lajm kaq i trisht ka tronditur familjarët e afërm, sepse Enea ishte një tip sportiv, shumë allegro dhe për më tepër një njeri i jashtëzakonshëm. 55 vjeçari është një emër i njohur i basketbollit shqiptar, ku për shumë vite përfaqësoi ekipin e Dinamos dhe kombëtaren. Pas përfundimit të karrierës së tij si lojtar, ai u bë figurë spikatur në media si specialist dhe komentator i ndeshjeve të NBA, duke fituar vlerësimin e publikut për profesionalizmin dhe pasionin e tij për sportin. Aktoria është shprehur se të humbësh binjakun tënd është njësoj sikur të kesh humbur një pjesë të shpirtit. I shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Andrea dhe Zoti i dhënë forcë për ta përballuar këtë humbje të parakoshme.